mund ta përdorë ndryshe edhe këtë situatë për të viktimizuar si njeriu që se lan të qeverisin si simbol i një politike pra që përplaset me establishmentin. Pyetja është se apo e dëmton tashmë realisht Kurtin kjo krizë apo nga ana tjetër po e forcon më shumë si një figurë që sfidon sistemin. Tani se si do të rrjedhin situatat varet të shihet, por çka është e rëndësishme me u thënë në ditën e diel u shpërfaq ajo që e kemi thënë që ne kryet herës, se kriza para së gjithash dhe në radhë të parë është çështje politike dhe është mungesë e numrave, le të thosha të tyja taboreve, edhe të subjektit politik fitues relativ të zgjedhjeve në rastin konkret lëvizjet dhe vendosje, mirë po edhe të aspektit tjetër dhe a priori përjashtimi nga kalkulimet i listës sërbe ka rezultu me faktin që asnjëra përkatësisht as tjetri tabor aktualisht nuk i kanë numrat e mjaftueshëm dhe të nevojshëm për të ecur tutje. Natyrisht kjo në bindjen time është mungesë e vullnetit politik për ta jetësuar atë të zgjedhjeve të 9 shkurtit, mirë po që për fat të keq u dashën kaq muj me ardhur deri te ajo e shpërfaqja e së vërtetës asaj që e kemi thënë pra që në kryet herës. Se si do të rrjedhin, a do të mund kjo të kapitalizohet pastaj nga njëri përkatësisht tabori tjetër, varet prej zgjedhjeve të cilat sipas ecurisë dhe dinamikës do të mund të mbaheshin brenda aktiviti ose fillimit të vitit të ardhshëm. Por çka është rëndësishme me u konstatuar është fakti që pasojat kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë jashtëzakonisht të mëdha edhe për politikën, mirë po duke qenë se jemi afërsisht ka fundi i vitit, s'ka mungesë miratimit të buxhetit të vitit të ardhshëm, natyrisht që është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe rrethon rënduese për komplet nivelin institucional. Shto faktin këtu që s'ka ndonjë indikacion që rezultati mund të jetë esencialisht ndryshe nga ai që ishte në zgjedhjet paraprake, e që e bën të nevojshëm e që e bën të domosdoshëm dhe të pashmangshëm nevojën për diskutime konsensuese dhe kompromise në mes të spektrit politik përkatësisht përfaqësuesve të subjekteve politike. Qartë. Avokat, nga ana tjetër ka zëra që thonë se Albin Kurti e ka parë të pamundur krijimin e një koalicioni dhe ka zgjedhur nga ana tjetër pra vetë rrugën e zgjedhjeve për të forcuar kështu dhe legitimitetin e tij. Por pyetja lind nëse a është ky dështim i llogaritur dhe apo kërkon Albin Kurti një mandat të pastër për të treguar se populli është më i fortë se vetë pazaret parlamentare. Natyrisht në bindjen time kjo është parë që në le të thosha ditën e parë ose ditën e zgjedhjeve të 9 shkurtit ku zoti Kurti me një diskurs të ndonjëherë në skenën politike së ku vendore i qaset përfaqësuesve të subjekteve të tjera politike, as më tepër kur një gjë të tillë bën pas përfundimit të procesit zgjedhor, dhe në bindjen time kjo në mas konsiderueshme është dështimi komplet skenës politike për ta menaxhuar, për ta administruar rezultatin e zgjedhjeve, filluar natyrisht nga subjekti politik fitues relativ i zgjedhjeve, i cili ka dështuar në bindjen time të krijojë një shumicë të nevojshme për të ecur tutje, mirë po natyrisht edhe subjektet tjera politike të cilat njihen si opozitare deri tash nuk kanë arritur që të bashkohen ndërmjet veti, ta tejkalojnë vetveten në mënyrë që të ofrojnë një alternativë tjetër qeverisje. Prandaj dështimi është në të dy anët dhe ky dështim varet se si do të rezultojë në zgjedhjet e ardhshme. E qartë. Avokat, zgjatja e kësaj krize ndodh në një moment kur Bashkimi Evropian dhe nga ana tjetër dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pritur bashkëpunim maksimal pra nga Prishtina, sepse një Kosovë pa qeveri funksionale do pson kështu edhe zërin e saj pra në arenën ndërkombëtare. Pyetja është nëse a rrezikon Kosova të humbas mbështetjen e partnerëve strategjik për shkak të këtij ngërsi të brendshëm politik, dhe të mos harrojmë këtu dhe vendimin e SBA-s për të bllokuar dialogun strategjik. Natyrisht, tashmë Kosova nuk është në pozicionin më të mirë në raport me arenën ndërkombëtare, me theks veçantë me miq dhe partnerët si me Brukselin ashtu edhe me Washingtonin. Dhe kjo situatë pa institucione funksionale, natyrisht që vetëm saj rëndon mas konsiderueshme pozicionin e Kosovës.
Le të mos harrojmë faktin që tashmë para pak ditësh një pjesë bukur e madhe e fondeve nga ana e Bashkimit Evropian u alokuan për pjesë ndërmuese të vendeve të rajonit, në cilën natyrisht nuk përfshihet Kosova, dhe kërkesa e vetme dhe mbase eksplicite ishte që të themelohen sa më parë institucionet. Duke qenë se ndodhemi në këtë situatë, kjo natyrisht që vetëm sa e rëndon pozicionin absolutisht pafavorshëm aktualisht të Kosovës në raport me miqët dhe partnerët tonë, si me Washingtonin edhe me Brukselin. Prandaj natyrisht që duhet të reflektojmë sa më parë në drejtim të rishikimit të qasjes së qeverisë së re, dhe kjo është përkeqardhje për faktin se tashmë nuk kemi diskutim ose diskurs në aspektin politik në raport me këtë qasje, mirë po fokusi kryesor është se si do të sigurohen numrat se në zgjedhjet e ardhshme ndonjë subjekt ose subjekt tjetër mund të marrë ndonjë përqindje më të madhe ose në numër më të madh të deputetëve. Fokusi në çështjen numrash në bindjen time është absolutisht përkeqardhje në skenën komplet, në skenën politike të vendit. Avokat, nëse ky proces pra nuk zhvillohet në kohë, kush do ta përfaqësojë Kosovën ndërkombëtarisht nëse mandati i qeverisë mbetet pezull dhe rrezikon vendi të ngelet në një zonë gri të kushtetueses ku asnjë institucion nuk e ka autoritetin e plot për të marrë vendime? Aktualisht jemi në fazën ku vjen në shprehje ajo që njihet diskrecioni i institucionit të kreut të shtetit, përkatësisht presidentit të vendit, e cila ka afat prej 10 ditësh nga momenti i dështimit të subjektit të parë të dalë në zgjedhje për ta formuar qeverinë. Diskrecioni i saj nënkupton angazhimin e saj proaktiv në drejtim të sigurimit, përkatësisht në drejtim të asaj që a ka ndonjë subjekt ose person brana spektrit politik që do të mund ta binte presidentin që ka arrit me siguru një shumicë së paku prej 61 deputetësh në mënyrë që e njëjta mi dhënë mandatarin, i cili pastaj natyrisht ka afat prej 15 ditësh me themelu qeverinë e re. Natyrisht në kuadër të kësaj nuk përjashtohet as mundësia e rimandatimit të dikë nga subjekti politik fitues përveç zotit Kurti, natyrisht sepse kjo është e pamundur, por edhe subjektet e tjera, me sa kemi pa në kuadër të diskursit publik, një gjë e tillë nuk vlerësohet e përshtatshme për momentin, për faktin se siç e tham, subjektet politike e kanë deklaruar edhe publikisht dhe do t'ja konfirmojnë këtë institucionit të presidentes, në mënyrë që pastaj e natyrisht në konsultim edhe me subjektet të tjera politike, po para së gjitha është dhënë radhë të parë edhe me mekanizmin i cili është i mandatuar me kushtetut dhe ligj për me organizu zgjedhjet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të diskutojë çështjen e mbajtjes përkatësisht shpalljes së zgjedhjeve të reja. Duhet me pas parasysh faktin që ky institucion tashmë është në proces të organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve përkatësisht ballotazhit, dhe brenda një periudhe kaq të shkurtër natyrisht që është bukur sfiduese organizimi i zgjedhjeve, prandaj gjitha këto e rëndojnë mos konsiderueshme shto faktin thusi që përmenda edhe mungesën e miratimit të buxhetit, sepse në instancën e fundit për organizimin e zgjedhjeve të paplanifikuar, siç rezulton të jenë këto që do të mbahen në javët në vazhdim, natyrisht që duhen buxhet shtesë, e gjitha këto besoj që spektri politik duhet mi pas parasysh, prandaj është mirë që me shiku mundësinë që në rrethana përjashtuese, në rrethana të jashtëzakonshme të shikohet mundësia e miratimit paraprak të buxhetit, por për këtë duhet me pas në radhë të parë vullnet të spektrit politik, e cili natyrisht në kuadër të diskursit nuk është që po shihet diçka e tillë në horizont. E qartë, nga ana tjetër Albin Kurti predikon një qeverisje pra pa marrëveshje politike, duke ju drejtuar vetëm legitimitetit popullor. Pyetja lind nëse a mund të funksionojë vërtet kjo filozofi, avokat, pra një parti, një qeveri në një sistem që është ndërtuar nga ana tjetër mbi bashkëpunimin, apo është kjo e vetmja recetë pra për krizat të përsëritura që po ndodhin tashmë në Kosovë? Koncepti ynë që nga kushtetuta dhe instrumentet e tjera që rregullojnë këtë funksionimin institucional, në thelbe kanë konsensusin, kompromisin dhe marrëveshjet politike. Me shumë gjas, vitit 2021, kur lëvizja vendvendosje arriti të marrë shumicën e nevojshme
që vetë përkatësisht me një koalicion para zgjedhjeve dhe me përfaqësuesit e komuniteteve arriti me kriju një shumicë në kuvend. Me shumë gjas kjo mund të rezultojë si një rrethon përjashtuese, për çka natyrisht që bën të domosdoshëm çështjen e bashkëpunimit, çështjen e kompromisit dhe marrëveshjeve politike, të cilat në thelb është e ndërtuar dhe funksionon vendi ynë. Prandaj le të shpresojmë që kjo rrethon nga shkurti i këtij viti deri tash le të shërbej si një sinjal për reflektim edhe të zotit Kurti, por edhe të subjekteve politike, se ky është sistemi ynë edhe se 2021 ka vështirë që mund të rezultojë e përsëritur. E qartë, avokat, nëse vendi shkon në zgjedhjet e reja, mund të kemi edhe një konfigurim të ri politik, pra forcat opozitare duket që kanë filluar të afrohen në heshtje me qëllimin e përbashkët, pra për të ndaluar Albin Kurtin. Pyetja është nëse mund të linë një koalicion pra anti-Kurti që bashkon sigurisht parti tradicionale rreth idesë së stabilitetit, por edhe kundër modelit të tij përjashtues. Dhe nga ana tjetër, nëse kjo do ndodhte, do të pranoj shoqëria kosovare rikthimin e të vjetrës vetëm për t'u larguar nga Albin Kurti. Mbetet të shihet si do të shkojnë rrethonat në vazhdim. Pavarësisht faktit që në diskurs publik nuk është që ka indikacione së paku për ndonjë marrëveshje, le të themi, koalicioni para zgjedhor, mirë po natyrisht fakti që nuk pati, le të thosha, vullnet dhe gatishmëri edhe në ndërmjet veçmas subjektit të dytë dhe të tretë për të bashkëpunuar, në bindjen time nuk është që janë pa përgjegjësi edhe ata në raport me situatën e krijuar, por natyrisht përgjegjësia para se gjithë është dhënë radhë të parit të kanë subjektit politik fitues, qoftë fituesit relativ të zgjedhjeve, edhe në drejtim të mos thosha menaxhimit të duhur të rezultatit zgjedhor, sepse po flasim për një shumicë relativisht solide, nuk janë nga 61 sot duhen, nuk janë 48 sa shpak, çdo faktin këtu që një pjesë bukur e madhe, respektivisht 8 deputet të subjekteve politike, përkatësisht përfaqësues të komuniteteve jo shumicë dhe jo serbe, e kanë shprehë gatishmërinë për të qenë pjesë, përkatësisht edhe me kushtetutë e kanë parapame. Prandaj është mirë që para se gjithash kjo të adresohet kjo mungesë e, le të thosha, përgjegjësisë për me ecë tutje, por natyrisht subjekte politike në bindjen time, siç e thash, me theks veçantë ato që njihen si subjekte opozitare deri para zgjedhjeve aktualisht, vlerësoj që nuk ka ndonjë indikacion së paku publikisht që mund të ketë ndonjë aleancë kështu a priori që mund të rezultojë e përbashkuar vis-a-vis zotit Kurti. E qartë, mirë, avokat, për të kaluar tek pjesa tjetër, ndjekemi një sër deri kthehemi. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonimi një dënimi të zgjatur sipas disave pa arsye, ndryshe nga koha kur janë vendosur komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Besojmë që tani nuk ka asnjë kusht që arsyeton masat kundër Kosovës me mbajtjen e zgjedhjeve. Serbët kanë përfaqësues të tyre politik në nivel lokal dhe qendror. Kjo në një farë forme shënon rikthimin